Policia ka publikuar foton e autorit që qelloi me armë zjarri mbrëmjen e djeshme pas një sherri në zonën e liçenit artificial në Tiranë. Pas sherrit të mbrëmshëm në një lokal pranë liçenit, policia ka njoftuar se ka arrestuar 8 persona, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Të arrestuarit janë Kasem Stani, Pasha, Emilian Ruko, Bjorni Tahiraj, Erial Tahiraj, Deniki Aider Tahiraj, Eduard Sulaj, Kastriot Sani, Elton Ajredinaj. Ndërkohë në kërkim është shpallur Ilir Adriano Shabanaj, ish kryetari i komunës së Kurjanit në Fier. Sipas policisë, rezulton se në vitin 2018 Shabanaj ka qenë i arrestuar në Itali për trafik armësh dhe drogë. Policia bën me dije gjithashtu se ka sekuestruar armën e zjarrit dhe celularët e të arrestuarve. Nga hetimet e policisë, u zbulua se 51 vjeçari Adrian Shabanaj qelloi një herë me armë zjarri në vend ngjarje, por nga e shtëna nuk pati të dëmtuar. 51 vjeçari dyshohet se gjatë konfliktit për motive të dobta ka goditur me qytën e një armë me zjarri 40 vjeçarin Kasem Stani Pasha, i cili u dëmtua lehtë, ndërsa Adrian Shabanaj, i cili qelloi një herë pistolet gjatë konfliktit, u arratis dhe është shpallur në kërkim nga blut. Autori ishte shok me Kasem Stanin, ndërsa dyshohet se u zun pse nuk i dha dorën kur erdhi në tavolinë.